Unë kuptova që do kemi 3 ditë zjarri këtu përballë tek sheshi. Mu këtu poshtë nesh tek sheshi Italia. Na trego pak më shumë Andi. Për çfarë po fillova të flas për Musexin, kam përshtymin të na zër, pardoni, javës së ardhshme. Si është Musex apo? Musex. Kam nëni të seksi ky. Li, shiko, mund ta ketë dhe te seksi, po dhe te eksi, sepse është Musex në fund. Jo Musex. Pse po bëhet kjo bisedë rreth arbrit, dhe jetës së tij personale. Personale, jo kaq shumë private, le të themi, po. Shiko, jeta e arbrit nuk është vetëm arbrit, është edhe jona. Po, e kemi përjetuar, Shiko, Musexi është, me thënë drejtën, është një projekt që unë kam shumë për zemër, jo vetëm unë, po i gjithë grupi që e ka ndërtuar si projekt, duke qenë se është hera parë që bëhet jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë Ballkanin. Është Expo festivali i parë i muzikës e arteve / entertainmentit. Dhe është një projekt goxha ambicioz, është i ngritur out of nowhere, le të themi, pavarësisht se nga pas ka një kompani shumë të madhe Click Expo grupin që ka një historik mbi 25 vjeçar në organizimin e panajireve, po ky nuk është thjesht një panajir biznesi, ka të gjitha brenda, qoftë edhe audiencën që e ka shumë të limituar ose të targetuar, mënyra se si do funksionojë. Fakti që janë bërë 2, edhe festival edhe panajir. Me fjalë shumë të shkurtra se edhe kur bëhet gjithë shpjegimi gjatë bëhet edhe pak sa i lodhshëm, po do jenë 3 ditë dhe 3 net, shumë të ngjeshura, me shumë se këtu është i ftuar një ndër artistët mi të preferuar që nga gjimnazi. Kush më? Ma thuaj main artist. Marini. Ja. Po të cilës nace ka 3? Hip hop. Buta? Ja. Atë do ta them. Marini? Ja. I huaj. I huaj. Po ndoshta se kemi treguar akoma arbër. Ne zbulojmë